Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në lajmet e orës 19 këtu në Channel One. Ambasada Amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian në Tiranë reaguan ashpër ndaj dështimit të liderëve politik për të gjetur konsensus në miratimin e reformës në drejtësi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara me drejt për drejt në qëndrimin e saj thotë se opozita nuk tregoi fleksibilitet dhe se mbështet nismën për të dërguar në kuvend draftin e konsultuar me Komisionin e Venecias. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë bëri me përgjegjësi opozitën për mosarritjen e konsensusit në takimin mes liderëve politik për reformën në drejtësi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara shpreh zhgënjimin e saj që takimi i 6 qershorit mes kryeministrit Rama dhe liderit të opozitës Basha nuk arriti një vendim përfundimtar mbi reformën në drejtësi. Qeveria shfaqi fleksibilitet, por në fund opozita nuk bëri të njëjtën gjë. Ambasada sugjeron dhe mbështet nismën për ta votuar në kuvend draftin e konsultuar me Komisionin e Venecias. Prandaj qeveria e Shteteve të Bashkuara mbështet përpjekjet e qeverisë shqiptare për ta çuar draftin drejt miratimit. Do të jetë përgjegjësia e anëtarëve individual të parlamentit të vendosin nëse duan të mbajnë sistemin e sotëm të drejtësisë të korruptuar dhe të politizuar, apo nëse do ta mbështesin këtë reformë. Shtetet e Bashkuara do të punojnë për të siguruar që drafti përfundimtar i paraqitur në Komisionin e Posaçëm për reformën në drejtësi dhe në parlament të jetë një draft i drejtë që përfaqëson idetë më të mira të ekspertëve vendas, ekspertëve ndërkombëtar dhe Komisionit të Venecias. Më diplomatike, por në të njëjtën linjë ka qenë dhe përfaqësia e Bashkimit Evropian në Tiranë. Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe ambasadat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Tiranë shprehin keqardhjen që udhëheqësit politik në Shqipëri nuk mundën të arrinin të hënën një marrëveshje për reformën në drejtësi. Ne mbështesim fort vazhdimin e procesit demokratik për të siguruar miratimin e propozimit aktual legjislativ, i cili përputhet plotësisht me standardet europiane dhe angazhimet e Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian. Të gjithë anëtarët e kuvendit mbajnë përgjegjësi të veçantë para shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar që kërkojnë një gjyqësor të pavarur, profesional, të paanshëm dhe efektiv. Ne nxisim Shqipërinë të ndërmarrë hapat e nevojshëm për miratimin e paketës ligjore për reformën në drejtësi. Reagimi njëkohshëm i ambasadës amerikane dhe asaj të Bashkimit Evropian vin pas dështimit të takimit të së hënës mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të opozitës Lulzim Basha, ku pritej shumë që palët të arrinin në marrëveshje për votimin me 2/3 të reformës në drejtësi. 2 ditë pas takimit me Ramën, krye opozitari Lulzim Basha e ka bërë një tjetër thirrje kryeministrit Rama për të miratuar reformën në drejtësi, por miratimi të bëhet siç janë dakordsuar. Po ashtu krye opozitari kërkoi Ramës që të mos zbëj presion ndaj gjykatës së apelit dhe prokurorisë në lidhje me skandalin e përgjimeve. Këtë të mërkur, Fondacioni për Liri dhe Demokraci në bashkëpunim me Institutin Republikan Ndërkombëtar zhvilluan një konferencë me temë Korrupsioni dhe transparenca, një model për Shqipërinë. Pjesëmarrës në konferencë ishin ekspertë dhe përfaqësues politik brenda dhe jashtë vendit, të cilët ndahen eksperiencat për luftën ndaj korrupsionit, transparencën publike dhe një sistem drejtësie të pavarur. Pikërisht, reforma në drejtësi ka qenë kryefjala e kryeopozitarit Lulzim Basha, i cili 2 ditë pas takimit me kryeministri Rama i bën sërish thirrje atij të miratoj reformën, për të cilën janë dakordsuar më parë. Dua të bëj një thirrje sot nga kjo sallë, të votoj reformën drejtësi kështu siç e kemi rakorduar tashmë me opsionet e paraqitura dhe të rakorduara me Venecian. Është gati, eja votoje. Mos e bllokoj integrimin siç e ke bllokuar më përpara. Kështu siç është, reforma është gati. Së dyti t'ja bëjt qartë atij dhe kujt do tjetër që përkundet në ëndra diabolike, naive, apo të papërgjegjshme, se opozita ka pranuar një nga versionet e Venecias që ofron mekanizmat moskapjes politike. Këto garanci i pranojmë. Nëse ka garanci më të mëdha se këto, jemi gati t'i diskutojmë, asgjë më pak se kjo nuk pranojmë dhe nuk do të pranojmë kurrë. Basha gjithashtu i bëri thirrje Edi Ramës të mos bëjë presion mbi gjykatën për të rikthyer në detyrë drejtorin e pezulluar të policisë së shtetit, Haki Çakon. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri vjen mbrojtjen publike të drejtorit përgjithshëm të policisë Haki Çako të pezulluar nga detyra prej ditës së djeshme. Në aktivitetin e organizuar me rastin e 1 vjetorit Komisariatit Digjital, Sajmir Tahiri tha se gjyqtari Ariana Liaj, që pezulloi Çakon, është gjyqtari i shkarkuar se liroi përdhunues dhe vrasës. 40 minuta fjalim për 1 vjetorin e Komisariatit Digjital, Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri rezervoi për akuza ndaj gjykatës që pezulloi kryepolicin Haki Çako. Dje publiku u bë me dije për një vendim gjykate pas kërkesës prokurorisë për pezullimin nga detyra drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit.
Po kush është gjyqtari që vendosi se drejtori policisë, një njeri i ndershëm që ka ushtruar detyrën me ndershmëri dhe për kushtim, duhet pezullohet nga detyra? Është një gjyqtar i shkarkuar për korrupsion dhe për mos përmbushje detyrës. Po për cilin motiv? Ka liruar nga burgu të paktën 7 herë njerëz të cilët kanë qenë të akuzuar për veprat më të rënda penale. Tahiri nuk bëri asnjë hap pas në mbrojtjen e drejtorit të pezulluar për skandalin e përgjimeve. Ky gjyqtar është fytyra e vërtet e atyre që sot mbrohen nga ata që nuk e duan reformën në drejtësi. Ky aliaj është fytyra e vërtet e gjyqtarëve të korruptuar në sistemin e drejtësisë që ne nuk pranojmë dhe nuk duam. Ky gjyqtar është përfaqësuesi më evident sot i korporatës së të korruptuarve dhe shërbëtorëve politik. Sipas ministrit, në këtë situatë reforma në drejtësi është një nevojë urgjente për të çmontuar këtë sistem të kalbur të drejtësisë. I menjëshëm ka qenë reagimi Unionit të gjyqtarëve shqiptar, të cilët pas deklaratës së ministrit të Brendshëm kanë kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për t'i mbrojtur nga kërcënimet, siç i quajnë ata. Unioni i pavarur i gjyqtarëve e konsideroi intimiduese deklaratën akuzuese të ministrit të Brendshëm ndaj gjykatësit që pezulloi nga detyra kryepolicin shqiptar. Unioni i gjyqtarëve shqiptar vëren se përsëritja e sjelljeve të tilla ka intimiduar gjithë trupën gjyqësore dhe ka vendosur në një presion sistematik gjatë ushtrimit të detyrës, kushtutës dhe ligjeve të vendit, në funksion të garantimit të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve. Këto deklarata dhe sjellje të papranueshme, të cilat nuk kanë as pak lidhje me shtetin e së drejtës dhe qeverisjen demokratike, vishen nën petkun e një aspirante madhore, që është reforma në drejtësi. Republika e Shqipërisë është një republikë parlamentare, ku ndarja e pushteteve sankcionuar qartësisht në kushtetut është një ndër shtyllat kryesore mbi të cilat është ndërtuar dhe qëndron demokracia jon parlamentare dhe zhvillohet shoqëria jon. Është ky kuadër i cili kurrësesi nuk lejon përfaqësues të pushteteve të tjera të anatemojnë vendimet e gjykatave aq më keq, të kërkojnë dëshkimin e gjyqtarëve kur nuk u pëlqejnë vendimet e tyre. Unioni si organizmi kryesor që përfaqëson togat e zeza, tha se i mirëpret kritikat, por kur ato bëhen etike dhe brenda kornizës. Në mënyrë të përsëritur, dëshirojmë të theksojmë se Unioni i Gjyqtarëve Shqiptar mirëpret dhe inkurajon çdo kritikë ndaj gjyqtarëve dhe punës së tyre, kur këto kritika janë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, të cilat kanë për qëllim të shërbejnë rritjes së besimit të publikut tek gjykatat, forcimit të pavarësisë së gjykatave, forcimit të sundimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës. Ministri Tahiri në një dalje publike me policinë e shtetit akuzoi ashpër gjykatësin Aliaj që firmosi urdhrin e pezullimit të Haki Çakos. Edhe Partia Demokratike ka dalë në krah të drejtësisë dhe i ka cilësuar akuzat e Sajmir Tahiri si mafioze dhe presion ndaj drejtësisë. Edi Paloka tha se ministrin e Brendshëm e ka zënë frika se po hetohet në lidhje me skandalin e përgjimeve. Partia Demokratike nëpërmjet kryetarit të grupit Edi Paloka reagoi ashpër ndaj ministrit Tahiri. Selia Blu e quajti të paprecedent sulmin ndaj tokave të zeza të ekzekutivit. Ai sulmoi ashpër sot gjykatësin që miratoi kërkesën e prokurorisë për pezullimin e drejtorit përgjithshëm policisë. Sulmoi dhe organin e akuzës. Vereri Tahirit vjen pikërisht në kohën që prokuroria është duke kryer verifikimin e rolit të tij në krimin shtetëror të përgjimit palishëm. Me këtë sulm skandal e mafiozëve të drejtësisë, Tahiri kërkon të shantazhojë gjykatën e apelit për të shpëtuar Çakon e tij, jo sepse i dhim se Çako, por sepse nëse Çako nuk shpëton, Çako pastaj do të flasë dhe do të marrë me vete dhe Tahirin. Sipas Palokës, Tahiri është në panik arrestimi. Sajmir Tahiri i kapur nga paniku i arrestimit për shkak të krimit që ka kryer, përgjimi i palishëm, është hedhur në një sulm pa precedent ndaj drejtësisë. Kryeministri i vendit Edi Rama i pranishëm në Këshillin Ekonomik tha se klima e biznesit është përmirësuar dhe se vetëm në Shqipëri ndodh që një biznes të kërcënojë qeverinë.
Në mbledhjen e Këshillit Ekonomik Kombëtar, kryeministri i vendit Edi Rama ka qenë përballë përfaqësuesve të biznesit. Ai u shpërgjigjur këtyre të fundit për akuzat se klima e të bërit biznes në Shqipëri është përkeqësuar. Rama u shpjegoi atyre përse mundësitë për të bërë biznes në vendin ton janë përmirësuar krahasuar me 32 muaj më parë. Ai tha se vetëm në Shqipëri ndodh që biznesi të kërcënojë qeverinë. Në këto reagime ka një të vërtet shumë të madhe. Dhe vërteta është se çka kemi bërë nuk mjafton absolutisht nëse nuk vazhdojmë më tutje ta kompletojmë duke bërë atë që duhet. Por më lejoni që të them se ka dhe një të vërtet tjetër, që shumë pak janë mësuar bizneset të respektojnë ligjin. Vetëm në një vend si ky mund ndodhi që një kompani e huaj thot unë nuk kam mundësi t'i paguaj taksat dhe ju nuk mundet dot të më impononi pagesat e taksave sepse unë do t'ju diskreditoj ndërkombëtarisht. Ndërkohë, i pranishëm në mbledhje, ministri i financave Arben Ahmetaj u shpjegoi bizneseve se nuk do të ketë rritje taksash dhe ato mund të vetë korrigjohen për 5 vitet e shkuara pa penalitete. Ahmetaj gjithashtu shtoi se do të shkurtohet me 10 ditë koha për çregjistrimin e biznesit. Deputeti demokrat Edmond Spau ka reaguar pas deklaratave të kreut të qeverisë në Këshillin Ekonomik, duke thënë se ekonomia shqiptare është zhytur në një krizë të thellë nga qeverisja aktuale. I njëjti kryeministër që thotë se nuk ka përgjigje të paligjshme, ndërkohë që përgjigje të paligjshme ka pasur. I njëjti kryeministër që thotë s'ka trafik droge, kur droga ka mbuluar vendin. I njëjti kryeministër që thotë se Elvis Roshi nuk është i dënuar asnjëherë, kur ai ishte i dënuar më shumë se një herë, deklaroi sot në një retorik 40 minutëshe se ekonomia qen ka mirë. Madje ai sulmoi me tone kërcënuese edhe bizneset që mund të kenë ankesa. Ndërkohë faktet për ekonominë flasin ndryshe. Dhoma amerikane e tregtisë është shprehur se besimi ka rënë me 4,83 pikë dhe 65% e të anketuarve janë shprehur se klima për biznes është e pafavorshme ose shumë e pafavorshme. Më parë, dhoma gjermane e tregtisë denoncoi korrupsionin e taksat e larta. Konsumi ka psuar rënje në rekorde historike. Eksportet dhe investimet janë në rënje dhe këta tregues janë ekonomia e vërtetë e vendit. Kreu i Kuvendit Ilir Metaj gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara zhvilloi një takim me ndihmë sekretarin e Shtetit ambasadorin William Brownfield, me të cilin biseduan për marrëdhënie dypalshe dhe ndihmën e SBA-s për Shqipërinë në fushën e zbatimit të ligjit. Gjatë qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari i Kuvendit Ilir Meta u takua me ndihmë sekretarin e Shtetit ambasadorin William Brownfield. Pasi u shpreh optimist për miratimin e reformës në drejtësi, Meta kërkoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për një prezencë aktive për monitorimin gjatë fazës së implementimit të reformës, njëkohësisht edhe trajtimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të sistemit të ri të drejtësisë. Ndihmë sekretari i Shtetit vlerësoi përpjekjet e Shqipërisë në rrugën e reformave dhe theksoi se Shtetet e Bashkuara mbështesin miratimin sa më parë të reformës në drejtësi, si një hap i rëndësishëm për rritjen e standardeve të sigurisë dhe shtetit ligjor të një vendi partner të NATO-s dhe kandidat për Bashkimin Evropian. Brownfield u angazhua për thellimin e partneritetit SBA-Shqipëri për ndërtimin e kapaciteteve për monitorimin e kufijve, shkëmbimin e kohë reale të dhënave dhe parandalimin e veprimeve të paligjshme që rrezikojnë sigurinë kombëtare. Gjykata kushtetuese ka vendosur sot mos shqyrtimin e mandatit të deputetes Valentina Leskaj. Sipas kushtetueses, kërkesa për Leskaj nuk plotson kushtet për të vënë në lëvizje gjykatën, pasi nuk ka jurisdiksionin për shqyrtimin e çështjes. Kolegji vlerëson se në rastin konkret nuk plotson kushtet për vënien në lëvizje të gjykatës në kuptim të përmbajtjes së nenit 70 fraksion 4 të kushtetutës. Përrjedhoi shqyrtimi i kërkesës paraqitur nga Kuvendi nuk hyn në jurisdiksionin e gjykatës kushtetuese. Për këtë arsye, si përfundim, kolegji i gjykatës kushtetuese në bazë të nenit 31 të ligjit 8577 datë 10/2/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese vendosi mos kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
Policia e shtetit ka integruar në një numër të vetëm shërbimin zjarfikës dhe ato të policisë së shtetit. Tani qytetarët mund të telefonojnë në numrin 112 për të marrë shërbimet edhe të policisë edhe të zjarfikses. Këtë e shpjegon në një prononcim për mediat Dimitra Gjzius, vendës drejtor për sigurim publike në drejtorin vendore të policisë së Tiranës. Policia e shtetit ka integruar në një numër të vetëm shërbimin zjarfikës dhe atë të policisë së shtetit. Nëse më parë qytetarët duhet të telefononin 129 për policinë, 128 për zjarfiksen apo 126 për rrugoren, me shërbimin e ri teknologjik. Këto shërbime mund t'i kërkojnë në numrin 112. Dimitra Gjzius, vendës drejtor për sigurim publike në drejtorin vendore të policisë së Tiranës, sqaron detajet në një prononcim për Ora News. Me numrin 129 soni në humbje rreth 30% të telefonatave, të cilat nuk transmetoheshin te policia, gjë që sillte shqetësim dhe probleme në zgjidhjen më të mundshme të situatave që na krijoheshin dhe në telefonatat që kërkonin qytetarë për zgjidhje. Me këtë sistem garantojmë qytetarët që nuk do të kemi asnjë humbje të telefonatave, si dhe do të bëjmë lidhjen të drejt për drejt të thirrjeve të qytetarëve sipas shërbimeve që do të kenë. Që do të thotë, telefonata me 112 do të jetë thirrje edhe për shërbime të tjera zjarfikse dhe të tjerave. Në intervistën për Ora News, Dimitra Gjziu deklaroi se me sistemin e mëparshëm humbisnin 30% të telefonatave. Numri 2 i sigurisë publike sqaron se numrat e vjetër, pra 128 për zjarfiksen, 129 për policinë apo 126 për rrugoren, do të jenë funksional, por thirrja për shërbimet e kërkuara automatikisht është integruar në numrin 112. Të rinjt republikan kanë zgjedhur drejtuesin e tyre. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu tha gjatë takimit se rinia shqiptare ashtu si 25 vite më parë nuk pret që dikush ta marrë përdore Mirë, ne do të ecim me të tjera zhvillime. Vetëm pak ditë para nisjes së sezonit turistik në zonën e Shëngjinit ka mungesë të energjisë elektrike. Konsumatorët familjarë dhe bizneset apelojnë për ndërhyrje pasi mungesa e energjisë në prag sezoni është kosto për ta. Edhe pse pak ditë ndajnë nga nisja zyrtare e sezonit turistik, Shëngjini po përballet me mungesë të energjisë elektrike. Shkak për këtë situatë është bërë djegja e transformatorit që furnizon këtë zonë. Konsumatorët familjarë dhe bizneset apelojnë për ndërhyrje, pasi mungesa e energjisë në prag sezoni është kosto për ta. Qysh dje, në ora ka rreth orës 1, ka një drita dhe nuk ka normal. Krejtë kjo zonë, të me të fitu të ke porte, deri tek atje në fund, nuk ka drita asnjë. A turizmi shku, me dalë karana hedhën e më tonë ke krejtë. Drita ujë, rrugë, tu si thënë turizm, tu mund t'i thënë në gjatë tjetër. Nuk e dim. Thona djekë generatori, po ne nuk dim ma gjatë. Tu me frigorifera, një qoje këtu, një atje, na shkatun komplet. Na me miliona lek na ndamtua. I kontaktuar, drejtori operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike në Lezhë, Armand Zhuka, garanton zëvendësimin e transformatorit të djegur me një të ri me kapacitet më të madh. Investimet në sistemin e vaditjes dhe kullimi do të mbyllen së shpejti edhe për fermerët e fshatit Bilc në Berat do të japin zgjidhje këtij problemi të vaditjes së tokave bujqësore. Fermerët e fshatit Bilc në Berat do të kenë sistem vaditje dhe kullimi. Është drejt përfundimit investimi për pastrimin e kanalit kryesor që do jap zgjidhje këtij problemi, e që do i vinë në ndihmë tokave bujqësore të kësaj zone. Investime 75 milion lek të reja, që kap një kanal prej 13 kilometrash të gjatë dhe që vadit një tokë prej 330 deri në 350 hektar. Kjo është ndihma e parë konkrete në terren. Sot po shikojmë punimet bashkë me firmën zbatuese, kryeplakun dhe drejtorin e bujqësisë. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur me ritmet dhe puna do mbarojë brenda afatit ligjor. Jo vetëm kaq, por firma zbatuese edhe jashtë projektit po bën edhe rrugën shoqëruese për gjithë gjatësisë së kanalit, prej 13 kilometrash, që do jetë lehtësi për gjithë fermerët e zonës për ta përdorur këtë rrugë. Në këtë frym do vazhdojmë edhe në zonat e tjera, njësitë e tjera administrative,
rast pas rasti për të bërë ato investime ku preket sasia më e madhe si përfaqes dhe numri më i madh i popullatës. Ky investim krijon kushtet që fermerët tashmë ta mbjellin 2 herë në vit tokën bujqësore. Gjë e mirë. Një gjë që ne vadisim ullinjën e vresht atë më radh. Po bën 25 vjet që ne nuk u vadisim fare njerë. Fare, sidomos gjysmë lagjes. Ande poshtë nuk vadis fare. Tash ti bërë ky kanal me sistem shumë i rregullt, shumë i sakët. Mas këtij ujit do vinë prodhime do miell, se 2 herë e mbjell edhe mise, po dhe gru. Ndërhyrja në kanalin kryesor Vaditës me një gjatësi prej 13 kilometër bëhet për herë të parë pas 25 vitesh. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka shpallur vetveten të nominuar të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti Obama e ka uruar ato për nominimin. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është vetë shpallur mbrëmjen e së martës si e nominuara e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, ndërsa presidenti në detyrë Barack Obama e ka uruar atë për nominimin. Duke falendëruar mbështetësit e saj, ish sekretarja amerikane e shtetit theksoi se është hera e parë në historinë e vendit që një femër të jetë nominuara e partisë. Komentet e Clintonit u bën pak kohë pasi ajo fitoi kundër Sandersit në zgjedhjet partijake në New Jersey, duke e shtuar e përsinë e saj në garën e demokratëve për nominimin presidencial. Presidenti ka ftuar edhe kandidatin tjetër, Bernie Sanders, i cili nuk e ka pranuar disfatën. Zgjedhjet partijake janë mbajtur mbrëm edhe në 5 shtete të tjera, por rezultatet ende po numërohen. Në garën republikane, nominimin tashmë e ka siguruar Donald Trump, i cili ka fituar pothuajse të gjitha shtetet, ku mbrëm vonë përfunduan votimet partijake të Partisë Republikane. Një aksident me pasojë vdekjen e 5 personave dhe plagosin e 4 të tjerëve ka ndodhur në Michigan të Shteteve të Bashkuara. Sipas rritit BBC, personat që humbën jetën dhe të lënduarit janë ciklistë të cilët u goditën nga një kamion. Drejtuesit e kamionit u larguan menjëherë nga vendi i ngjarjes, por vetëm pak minuta më vonë u bë i mundur dhe arrestimi i tij. Një zëdhënës i spitalit tha se një prej ciklistëve të plagosur është në gjendje të rëndë shëndetësore. Dëshmitarët nga vendi i ngjarjes thanë se kamioni goditi me pjesën e përparme dhe disa prej ciklistëve fluturuan nga goditja e fuqishme. Drejtuesi i kamionit, një 50 vjeçar, u arrestua nga policia, ndërkohë autoritetet amerikane po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes. Dhe së fundi shohim informacione që vijnë nga bota e showbizit. Krijimi i fundit i J.K. Rowling rikthen magjinë e jetë duke u bërë shkas për radhat e gjata të njerëzve të mbledhur përpara Palace Theatre të Londrës për vazhdimin e sagës së Harry Potter. Harry Potter dhe Fëmia i Mallkuar u dha aty për herë të parë dhe adhuruesit fatlum që arritën të siguronin biletat kanë pritur në ankth hyrje në sallë. Historia e ndarë në 2 pjesë vazhdon të ketë për personazh kryesor Harryn, tashmë të rritur, të interpretuar nga Jamie Parker, si edhe miqtë e tij të shkollës, Ron Weasley dhe Hermione Granger. Harry është shfaqet publiku si i punësuar në Ministrinë e Magjisë dhe i duhet të përballet me përpjekjet e të birit për të menaxhuar të qenit djali i një magjistari kaq të famshëm. Nuk janë të shumta detajet mbi krijimin e ri, pasi autoria ju ka kërkuar fansave të tregohen të përmbajtur dhe të mos ju shuajnë kuriozitetin të tjerëve. Dakota Johnson dhe i dashuri i saj prej 2 vitesh Matthew Heath raportohen t'i kenë dhënë fund marrëdhënies së tyre. Aktoria 26 vjeçare është fotografuar për herë të parë me modelin dhe muzikantin në korrikun e vitit 2014. Edhe pse u përfol për një ndarje në fillim të vitit 2015, gjatë kohës kur Dakota ndodhej në sheshgjerimin e filmit 50 Shades of Grey, vetëm disa muaj më vonë ata u ribashkuan sërish. Një burim për Jazz Jarrett ka deklaruar: Dakota dhe Matthew kanë patur një lidhje jo të rregullt gjatë këtyre 2 viteve. Ata nuk kishin mundësi ta shihnin shpesh njëri tjetrin kohët e fundit për shkak të agjendave të tyre të ngarkuara. Momentalisht ajo ndodhet në Vancouver për xhirimet e filmit të saj të fundit, ndërsa Matthew po përgatitet për tuneun e tij veror së bashku me grupin e tij. Ai është eventi që mbledh bashkë aktorët më të talentuar dhe më të nxehtë të momentit, këngëtar, skenarist, blogger të botës së argëtimit, bukurisë dhe modës. Ndaj nuk është çudi që në tapetin e kuq të çmimeve glamour e mbushën emra të tillë si Susan Sarandon, Rose Byrne, Kristen Wright, Tanya Burr dhe xhelozi për stilistin e tyre ngjallën edhe Little Mix. Sarandon bashkë me veteranen tjetër të Hollywoodit, Sigourney Weaver, u nderuan nga revista prestigjioze e modës, njëra me çmimin e hijeshisë dhe tjetra me atë të frymëzimit. Unë frymëzohem nga gratë, ka thënë Sarandon. Askush nuk është aq i angazhuar sa ato për të bërë disa gjëra njëherësh. Ne thjesht duhet të rreshtim së shqetësuari për të qenë perfekte dhe të gjejmë kënaqësinë tek ajo që bëjmë.
Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion, lajme të reja, zhvillime, por edhe programet tona mund të shikoni në internet nëse na vizitoni në adresën channelvizuan.al. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ndajemi bashkë, mirupafshim.